Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët një ditë tjetër me mua në kanalin tim. Unë jam Dora për të gjithë ju që nuk më njihni dhe hajde të kalojmë ditën bashkë. Sot ditën e kemi nisur shumë herët. Kemi dalë për kafe. Se koha është shumë e mirë, është tjerë. Po? The Alches. Is that pushy Alches? Yeah, it is, isn't it? Yeah, there's pushy old and pushy new. Yeah. It's probably the new. It was the old one. It's the old one. Yeah, let's see if there's anyone else. Isn't it called pushy? Wow, Satuniman! Wow, Satuniman! He's on the second one. I know, but I am off. Hoppa! That's good. Ne erdhëm pak në supermarket tani, morëm disa gjëra të vogla edhe rradha është dhe është akoma mëngjes, ora 11. What's that? What's your plushie? Is it pom-pom correct? Oh. Yeah. Love those. Vamos ligar.
Si që pat, ne ishim të tregu I fermerëve gjithashtu edhe blem disa perime të freskëta dhe të mira. Të preferuara tona ishin domatet, sepse janë në sezon edhe dukeshin shumë të mira. Tani unë do t'ju tregoj pak çfarë bleva edhe çmimet. Unë bleva specat, kastravecat, këto domatet edhe këto, kushtuan 20 pound, 19 e pak. Domati e kishte 6 pound kilin, kurse kastravecat dhe specat nuk e disa e kishin kilin. Qumshtin edhe vezët, I bleva në një vend edhe kushtuan 11 pound e gjys. Dhe të gjitha këto kockat kushtuan afërsisht 6 pound, ishin 50 pi një kock. Unë nuk dua t'i prek tani, po është 50 pi një nga këto. Unë do t'i pastroj, do t'i vendos t'i bëj gati gelatin për liorin, t'i bëj lën kockash. Dhe këto ishin të gjitha çfarë blem. Gjitha këto kushtuan afërsisht 35 pound, mos të gaboj. Tani jam pak shumë me thënë drejtën, por që ja vlen sepse janë organike dhe janë goxha të shijshme. Kanë të njëjtën shije si në Shqipëri me thënë drejtën, sidomos domatet, janë fantastike. Dhe kur blihen këto gjërat, e dini kush është menuja? Sallate freskët me domate, kastraveca dhe speca, djathë të bardh, speca të skuqura, perl. Le të gatojmë tani. Le t'i gatojmë sepse na ka marrë dhe uria, ka vajtur dhe vonë, unë po jap drekën Liorit po jap sardele. Edhe pak avokado edhe duhet flegjum sepse sot je shprishur rutina komplet. Sa mirë, të pëlqen Lior? Po jap t'i provoj Liorit edhe domate. I hoqa farat dhe do t'a jap kështu. Hajde goja. Sa mirë. I pëlqen çunit?
Dhe se duket e paska shumë qef. I pëlqeu. Që bleva atje i kanë shije tjetër, kanë tjetër tekstur. Janë më të buta, më të embla. Sa e shishme! Ku është babi? Baba! Baba! Zakonisht dita e diel për ne është ditë pazaresh, siç e keni parë nga videoa, ne kemi bërë disa blerje nëpër dyqanet e ndryshme dhe disa të tjera i kemi përsëritur online dhe tani sapo erdhi posta, transporti, delivery. Edhe le t'ju tregoj se çfarë kemi bler. Le të fillojmë me të parën, një pul me akoma mish, filet të pule. Kemi marrë 2 bukë, një dardh, janë nga këto dardhët e embla, edhe të buta, janë gati për të ngrënë, sidomos Lori ka shumë qef. Disa kunguj, mua më pëlqen që t'i bëj me pana me kërkulla dhe t'i vendos me filet të pule. Domate, shumë domate. 3 paka me domate, këto janë të preferuara tona. Vazhdojmë me një vizele. Këto janë ato që i përdor edhe Liorit për receta të ndryshme. Janë shumë të mira, janë shumë të shijshme. Kam marrë disa salsa domatesh. Këto janë ato domatet që janë të prera, nuk janë të grira pure. Janë shumë të mira për gjell të ndryshme. Vazhdojmë me shumë cottage cheese. Kjo është ajo që përdor unë. 1, 2, 3 cottage cheese. Edhe një për Liorin, do këshën se ja përdor edhe Liorit, edhe Liori ka shumë qef. Liorit ja përdor me boronica, me mjedra, me pak avokado, me çfarë do lloj gjëje e përdorim. Një pana për makarona, për gatim. Një çubush kokosi, gjithashtu ky është për Liorin, është organik dhe pa sheqer të shtuar. Përdor Liorit për të bërë mëngjesin me quinoa dhe me dardh. Po. Është shumë i mirë. Duhet ta provoni. Dhe të bardha vezësh për mua që jam në regjim. Edhe ajo është në regjim ndoshta. Disa sfungjir. Një makaron. Kam marrë fara susami, duke qenë se dua t'ja provoj Liorit edhe të shikojnë nëse ka alergji apo jo. Piper të zi. Një kuti me vezë. Vezët nuk janë asnjëherë mjaftueshëm në shtëpinë tonë. Dhe e fundit, një polenta. Unë nuk e kam përdorur asnjëherë këtë, as për veten time asnjëherë, thjesht e kam marrë për Liorin, t'ja provoj. Duke qenë se ishte tek Nica, tek aplikacioni që i kam marrë Liorit për të gatuar. Edhe atje ishte në formë shritash, si është edhe këtu në foto. Të shikojmë, do t'ja provoj Liorit edhe ndoshta është e mirë apo jo. Kurioze jam të di sepse as unë nuk e kam provuar. Edhe ujë. 2 koli me ujë. Nga ky. Të gjitha këto kushtuan 60 pound, më saktë 29.99. Unë i kam blerë tek Sainsbury, edhe delivery kushtoi vetëm 2 pound. Me thënë drejtën është mirë që ti marrësh kështu, nuk lodhesh, shkarko njërën tjetrën, ti bjen me orar, edhe ke fjetur mendje. Pavarësisht se disa gjëra unë nuk arrit do t'i gjej online dhe i mora siç e pat nëpër supermarkete të ndryshme për Liorin, shumica e atyreve.
Tani le të vazhdojmë me... Tani do t'i çojmë me vrap në përvende dhe do t'ju bëj unboxing 2 pakove të mëdha që kanë ardhur për Liorin, eksaktësisht për Liorin. Jam shumë kurioze dhe unë të di se çfarë ka brenda, duke qenë se njëra nuk e di fare se çfarë ka brenda, kurse tjetra e di, por jam kurioze të di se si janë edhe çfarë ka. Kështu që ne do shihemi për 1 sekond. Pakoja e parë është nga Infantinos, duke shohim se çfarë ka. Ua, ka shumë gjëra. Me të drejtën, unë prisja vetëm këtë kangurin, por që nuk e di që të përvendosin dhe gjithë të gjërat të tjera. Liori dhe jetë shumë i lumtur. Le ta hapim këtë. E grisa. Jam shumë e shkafur prandaj. Për mua është hera e parë që marr produkte nga Infantino. Në website çmimet janë shumë të lira dhe ekonomike, me thënë drejtën. Unë do ta provoj këtë dhe ta shpoj si duket. Ndërkohë, kanguri im i preferuar është nga brandi Nael. Është super i rehatshëm, Liori qëndron shumë mirë. Nuk e di, më pëlqen shumë. Por që të shikojmë si do rritet ky. Nëse të kështu. Okej. Mirë është, materiali duket shumë i mirë, është për tani në verë, nuk është të trash. Liori nuk e kam këtu që ta provojmë, kështu që ngelet për të provuar një herë tjetër me Liorin kjo. Dhe vazhdojmë hapim kutin çfarë ka të tjera. Zuri siri këtë telefonin. Më ngjan se ata telefonat e kohës atëre që luanim edhe neve. Pas ka të muzikë. Ua, shumë i bukur. Shumë i bukur. Liori do e pëlqej shumë. Po këta çelësat nuk hapen. Pas... Unë nuk po i hap nga kutia duke qenë se i kam për t'i fotografuar dhe për Instagram. Kështu që vazhdojmë. Kjo është për dhembët. Këto janë të preferuarat e Liorit tani duke qenë se i han shumë dhembët. Jashtëmase shumë. Dhe thotë që mund ta përdorësh nga 0 muajsh. Mund t'ja jepi bebit në duar. Është gomë, plastik. Kjo është një tapet uji me gjallësat e ujit. Shumë e bukur. Besoj se mbushet me ujë. Ta hapim. Po, është si tip gomerdare. Ua, Liori do ta ketë shumë qejf. Është si një bale, edhe këtu fryet. Edhe këtu mbushet me ujë. Në një anë fryet, në një anë mbushet me ujë. Ua, se bukur, shumë e bukur. Besoj këto do jetë e preferuarat e Liorit. Duke qenë se Liori adhuron të rri në ujë, edhe këto janë lodra për në ujë.
Janë të gjitha prej gome. Edhe thot që ka 11 pjesë. Këto janë të gjitha pjesët që ka. Por besoj preferoj Liori do jetë kjo. Që ngjitet tek vaska edhe rrotullohet. Kemi edhe një tjetër, janë topa, janë 6 topa të ndryshëm. 6 topa të ndryshëm me tekstura të ndryshme. Shumë të bukura. Shumë të bukura. Tani Liori vendos se janë të mira, se janë të mira, i pëlqejnë, as i pëlqejnë. Dhe e fundit, shkojmë çka ka? Ua, god për Liorin e vogël të pi ujë. Pavarësisht se Liori nuk pi ujë akoma me pips, nuk e di pse. Më thonë në një metodë si ta mësoj të pi ujë me pips. Sepse unë i dash që në fillim me god, edhe tani nuk pranon të pi në mënyrë tjetër. Vetëm me god do të pi. Kështu. Me pips nuk e di. Si do t'ja mësoj, ndoshta më vonë, nuk e di. Po që kam tentuar disa herë, nuk arrin dot ta thisi nga pipsa. Nëse keni ndonjë truk ose ndonjë sekret si ta mësoj, më shkruani në koment. Dhe këto ishin të gjitha. Këtu kemi një letër për mamin. Nga Infantino. Shumë faleminderit Infantino. Dhe këto ishin dhuratat e para nga kutia e parë për Liori. Besoj Liori do t'i pëlqej shumë. Edhe mami i pëlqeu shumë. Dhe faleminderit Infantino. Vazhdojmë me pakun tjetër. Pakoja tjetër është gjigante, edhe shumë e rëndë. Dhe kjo pakoja është nga Monkozy, nga brandi një preferuar. Por, mendoj se ka një gabim me këtë porosi. Po, se unë nuk kam porosi turkosh. Më kam dërguar gabimisht kosh për meturinë. Jo për meturinë, për bilinat e Liorit. Po, unë s'kam porositur kosh. Porosit atë procesorin që bën ushqim. Tani nuk e di. Nuk e di. Kështu duket edhe koshi. Nuk e di a e keni provuar apo jo. Por që janë këta kosha që nuk lejojnë që të dali era e pakëndshme të bilinave në ambient. Për këto dyja jam shumë emocionuar me të drejtën. Ky është ngroftësi i qumshit edhe i ujit, që mund ta marrësh kudo me vete, po afrohem që ta shikoni me kujdes. Ky është edhe ngroftësi i ujit edhe i qumshit. Le ta hapim bashkë. Patëm i shkëputje duke qenë se Liori po flet dhe u zgjua, i dash për të pirë dhe tani vazhdojmë. Që thash jam kurioze ta provoj. Që nga që ta hedh ke qumshin ose ujin këtu, edhe të ndezësh. Me thënë drejtë nuk e di sa ta herë është që e nis të video, sepse Liori nuk po ndihet rehat edhe më do mua aty afër, dhe u zgjua nga gjumi. Tani siç po ju thosha për shishen, keni këtu opsionin e ujit. Sa ta fokusoj. Opsionin e ujit edhe opsionin e biberonit.
Por unë nuk mendoj se këtu mund të nxepi bironin, kështu që qumësh i bie të fusësh. Ose qumësh ose ujë. Nuk e di. Dhe këtu keni një port USB-je. Gjithashtu shishja vjen me karikus, nuk është me bateri. Dhe mund ta karikoni edhe me fish USB-je. Duket goxha praktike me thënë drejtën, dhe e mirë për ta marrë me vete. Unë Liorit nuk është se i jap shumë formulë, por ato pak herë që i kam dhënë, Liori e ka pirë në temperaturë ambienti, si në dimër si në behar, por që unë e mora thash ta kem, se nuk i dihet, mos ndoshta ndryshon preferencën në vonë, por në dimër më shumë, se tani në verë është ngrohtë dhe nuk është se ka bërë aq ftohtë. Dhe gjëja tjetër është ky tormusi që mban qumshin të ftohtë. Kishte review shumë të mira, edhe sidomos tani për në verë. Edhe për të gjitha mamat që pompojnë ose që janë në punë, mund ta marrin me vete këtë. Edhe përdorin për të mbajtur qumshin e ftohtë. Që nga i rënd. Si që thash, të gjitha janë nga Monkozi. Edhe me shishe brenda. Po, pas kemi edhe shishe. Janë këto. Si quhen këto? Që janë plastik, po besoj këto vendosen në akull. Dhe më pas vendosen në. Kështu duket edhe nga brenda. Janë 2 nga këto, edhe 2 shishe qumshti. Ishte mirë. Mëra për qikë. Vetëm për të provuar edhe për t'ju thënë nëse ja blejnë apo jo. Por besoj se po, reviewt janë shumë të mira, të gjitha mamat që i kam përdorur kanë thënë që janë shumë të mira, shumë praktike dhe mund t'i marrësh kudo me vete. Për shembull në çantën e shtëpisë. Janë vërtet fantastike. Ndërkohë ky ishte edhe koshi me tyrinave që ju tregova. Mos ndoshta ndonjëra nga ju është interesuar për ta marrë. Kështu duket goxha i bukur me thënë drejtën nga ana e dizajnit. Por që unë mendoj se më ka pru gabimisht sepse siç u thash kisha porositur për procesorin e ushqimit të Liorit, për të bërë perimet në avull ose frutat. Dhe këtu janë dhe shishet, dhe këtu është dhe rrëmuja. Këto ishin të dyja pako që kishim prur për Liorin. Mua më sur pëlqyen. Tani unë nesër do t'ju tregoj Liorin sepse tani është duke fjetur. Ju të bëj darkën dhe kjo ishte dita ime për sot. Shpresoj që video të ketë pëlqyer dhe mos harroni të më suportoni me një subscribe. Bashkë mirupafshim dhe do të shihemi te video tjetër.